Ylber Ramadani është zyrtarisht futbollistit Çorum. Klubi turk konfirmoi transferimin e mesfushorit të kombëtares shqiptare përmes një njoftimi në rrjetet sociale, duke bërtëtitur se me 30 vjeçarin është firmosur një kontratë 2 vjeçare me opsion në rinovimi edhe për një sezon tjetër. Lecce përfiton 1 milion euro nga shitja e Ramadanit, i cili mbyll kështu aventurën 3 vjeçare në Serie A dhe nis një kapitull të ri në elitën e futbollit turk. Ndërkohë ish futbollisti Lecces Dario Levanto e cilësoi largimin e Ramadanit si një lëvizje normale, duke marrë parasysh situatën kontraktuale të mesfushorit. Shitja e Ramadanit nuk duhet të habis. Futbolli modern udhëheqet nga dinamika të tregut që nuk mund të kontrollohen plotësisht. Ai është 30 vjeç dhe kishte vetëm një vit kontratë me Lecce, mori një ofertë shumë të rëndësishme nga Çorum, si në aspektin financiar, ashtu edhe për kozgjatjen e kontratës. Klubi mund të abrazonte ato ofertë, por e dim se kjo nuk është politika e Lecces. Më duket një lëvizje plotësisht logjike. Kur shet një futbollist fillimisht vlerëson të gjithë skenarët që krijohen, jam i bindur se klubi ka bërë të gjitha analizat e nevojshme edhe në bashkëpunim me trenerin Di Francesco. Nëse lojtarët që janë në organik nuk konsiderohen gati, atëherë drejtori sportiv Trinchiera do të ndërhyjë në mercato, deklaroi ai. Dian Rama i kërkon largimin nga Borussia Dortmund. Bile raporton se portieri shqiptar dëshiron të jetë portieri i parë, një mundësi që nuk mund ta ketë Dortmundi. Dhe klubi po ashtu është i hapur për largimin e portierit të lindur në Stuttgart. Për herë të fundit mbrojti si titular portën e Heidenheimit që ra nga kategoria. Ramaj nuk do të largohet pa një shifër disa milion euro nga Dortmundi. Klubi gjerman paguante 5 milion euro në shkurtin e vitit 2025, duke menduar se do të ishte pasuesi Kobelit një ditë. Kontrata i përfundon pas 3 viteve. Mundësia Ramajt që të luajë me Shqipërinë apo Kosovën ekziston akoma. Fakti është se 24 vjeçari deri tani ka qëndruar në pritje të ftesës së Gjermanisë. E ardhmja Kristian Asllani duke gjetë një më larg Interit. Mesfushori kombëtar shqiptar nuk bëhet më pjesë në planet teknike të trajnerit Kristian Kivu dhe drejtuesit Zikalter ka nisur punën për të gjetur një skuadër të re gjatë merkatos së verës. Me interesin që përshtohet nga klubet të Serie A, por edhe nga kampionatet të huaja, largimi 24 vjeçarit konsiderohet tashmë një nga operacionet që Interi synon ta mbyllë sa më shpejt. Klubi Zikalter është i fokusuar në ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri dhe krahas afrimeve, prioritet mbeten te largimet e futbollistëve që nuk konsiderohen pjesë e projektit. Asllani është një prej emrave kryesor në këtë listë, ndërsa vlera e kartonit të tij është përcaktuar mes 12 dhe 15 milion eurove. Drejtuesit e Interit kanë vendosur të mos vazhdojnë bashkëpunimin me Kristian Asllanin, i cili nuk është në planet e Kristian Kivu për sezonin e ardhshëm. Së bashku me Benjamin Pavard, mesfushori shqiptar është autorizuar të kërkojë një destinacion të ri, ndërsa drejtori sportiv Piero Ausilio i ka besuar agentit Federico Pastorello detyrën për të sjellë oferta konkrete për të dy futbollistët. Objektivi i Interit është që transferimi i Aslanit realizohet me shitje përfundimtare, duke siguruar një përfitim financiar që do të ndihmojë klubin në operacionet e merkatos. Zikalteri të vlerësoi kartonin e shqiptarit në 12 deri në 15 milion euro dhe shpresojnë që marrëveshja të mbyllet përpara nisjes së fazës përgatitore verore. Megjithatë, deri në gjetjen e skuadrës së re, Asllani do t'i bashkohet grupit të Kivut për të nisur përgatitjet, ndërsa drejtuesit vazhdojnë negociatat me klubet e interesuara. Një nga pistat që ka marrë më shumë vëmendje gjatorëve të fundit është ajo që të çonte Cagliari. Klubi sart ka mbyllur marrëveshjen për shitjen e Gianluca Gaetanus të Atalanta për rreth 12 milion euro plus 2 milion euro të tjera në formë bonusesh. Largimi i Gaetanos ka krijuar menjëherë një boshllëk në repartin mes fushës dhe emri Kristian Asllani është rikthyer si një nga alternativat kryesore për të avancuar. Cagliari e njeh mirë profilin e shqiptarit e konsideron atë një futbollist me cilësi që mund të japë ekuilibër dhe kreativitet skuadrës në sezonin e ri. Vlera që kërkon Interi për kartonin e Aslanit është e ngjashme me shumën që Cagliari ka argëtuar nga shitja e Gaetanus, çka mund të lehtësojë negociatat mes dy klubeve në ditët në vijim, edhe pse klubi nga Sardenja shpreson që të hyjë në negociat me Interin për të ulur së do pak koston e transferimit, edhe pse nuk duket e lehtë kjo gjë. Përveç interesimit nga Serie A, Kristian Asllani vazhdon të monitorohet edhe nga klube jashtë Italisë. Sipas raportimeve të mediave italiane, kampionati saudit mbetet një nga destinacionet më konkrete për mesfushorin shqiptar. Klubet arabe kanë kapacitetin financiar për të përmbushur kërkesat ekonomike të Interit, si për shumën e transferimit ashtu edhe për pagën e futbollistit. Pikërisht për këtë arsye, Arabia Saudite konsiderohet një opsion serioz, ndërsa nuk përjashtohet as interesi nga kampionate të tjera jashtë Italisë. Në këtë fazë të merkatos, Interi pret ofertën më të favorshme, duke qenë i hapur si ndaj një transferimi brenda Serie A,
ashtu edhe ndaj një shikeje jashtë Italisë. Vendimi përfundimtar pritet të merret në javët e ardhshme, ndërsa gjithçka tregon se aventura 4-vjeçare e Christian Aslanit me fanellën zikaltër është drejt fundit. Muaj më parë Aslani largohej nga Torino dhe drejt tij kishte oferta të shumta, të cilat u refuzuan kategorikisht nga mesfushori shqiptar, duke lejuar më pas transferimin te Beşiktashi, pas këta të fundit nuk e blen kartonin e tij. Armando Broja ndodhet në Amerikë me Burnley për fazën përgatitore. Më 11 korrik, ora 1:30 pas mesnate, u luajt miqësoria mes Cincinnati't dhe Burnley't. Fakt është se Broja nuk ndodhej as në stol. Plot 25 lojtar ishin në dispozicion të trajnerit Mike Jackson, që drejtoi sfidën e fundit si trajner i përkohshëm. Për Burnley tashmë ka nisur epoka e re. Klubi prezantoi Nicky Hayen, që firmosi kontratë deri në vitin 2029. Fati i Brojës duket larg klubit anglez. Vetëm trajneri i ri mund të sjellë ndryshimin, pasi ishte Scott Parker, që më parë e nxori jashtë planeve. Ernest Muçi u kthyer pak ditë më parë në transferimin më të shtrenjtë në historinë e Trabzonsporit, por zyrtarisht ai nuk është më transferimi më i shtrenjtë në histori. Klubi turk ka zyrtarizuar afrimin e Aral Şimşir nga Midland për 13 milionë euro, duke vendosur një rekord të ri në merkato me klubit turk. Deri tani vendin e parë mbante sulmuesi shqiptar, operacioni i cilit të kushtoi Trabzonsporit rreth 10 milionë euro në total, duke përfshirë pagesën fillestare të huazimit, vlerjen përfundimtare dhe bonuset e parashikuara në marrëveshje mes klubit të tij aktual dhe Beşiktaşit, ish skuadrës në e cila Muçi u largua. Me transferimin e Şimşir, Muçi zbret në vendin e dytë në listën e blerjeve më të shtrenjta të historisë së klubit. Futbollisti 24 vjeçar firmosi një kontratë 4 vjeçare me Trabzonsporin, ndërsa klubi turk do t'i paguajë Midlandi 13 milionë euro në 7 këste, duke i garantuar gjithashtu skuadrës daneze 15% të fitimit nga një shitje e mundshme në të ardhmen. Sa kaq Muçi tashmë pret fillimin e sezonit të ri dhe javët në marrështim mund të ketë dhe një vendim përfundimtar për të ardhmen e tij, nëse do të jetë me Trabzonsporin apo do të largohet këtë verë. Klubi Sivasporit po zihet në këto ditë pasi pret të zhvillohen zgjedhjet për të caktuar presidentin dhe drejtuesit e rinj, por presidenti aktual i klubit Burak Özçoban është gati që do vazhdojë të qëndrojë në drejtim dhe një pjesë të fushatës e ka bazuar te premtimi se Rej Manaj do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit. Sulmuesi mendoi se do të largohej në fund të këtij sezoni, meqenëse nuk arriti të kthehej me Sivasporin në elitën e futbollit turk, por ai ka nisur stërvitjet me klubin e kategorisë 2 turke dhe Özçoban në mënyrë të papritur ka zbuluar arsye sepse Manaj nuk e shet arsyeshme për momentin të lëviz nga ky klub. Rej Manaj pret të bëhet baba pas 3 muajsh. Ai dëshiron që fëmia e tij të lindë në Sivas, tha Özçoban, i cili insiston se kjo është për shkak të lidhjes së fortë që sulmuesi kombëtares ka krijuar me Sivasin. Duhet kujtuar se Manaj ka marrë oferta nga disa klube të Superligës turke, por kjo deklaratë e drejtuesit të Sivasporit mund të jetë arsyeja pse ai për momentin i ka refuzuar të gjitha. Luis Hasa pritet të jetë një nga largimet e Napolit. Risia kombëtares për ndeshjet e qershorit është shfaqur së fundmi në radarin e Frozinones. Ishte eksperti i merkatos Gianluca Di Marzio që dha komentin e tij. Nuk do të ketë shumë nënshkrime, shumë do të varet në largimet e Napolit sepse ka një skuadër shumë të madhe. Mana po punon për të përfunduar disa largime, drejtori sportiv po flet me Schalken për Lindstrom dhe me Frozinonen për Hasan. Frozinone është pjesë e Serie A, për Hasan do të ishte po ashtu e mirë pasi do të vinte pikërisht pas rikthimit të Frozinones në elitën e futbollit italian. E ardhmja Steven Shpendit vazhdon të mbetet e hapur në këtë merkato vere, megjithatë në shtator mund të bëhet realitet ëndra e tij. Sulmuesi shqiptar i Empolit po monitorohet nga disa skuadra italiane, ndërsa pista që do të çonte te Padova është ftohur ndjeshëm. Kjo ka bërë që klubet e tjera të futen në garë për 22 vjeçarin, me Frosinone, Avellino dhe Cagliari që kanë shfaqur interes për shërbimet e tij, teksa javët në vazhdim pritet të sjellin zhvillime. Frosinone vazhdon të kërkojë një sulmues për sezonin e ri dhe mes profileve të vlerësuara nga drejtuesit e klubit është dhe Steven Shpendi. Sipas raportimeve nga Italia, interesi verdebluve është konkret pasi sulmuesi i Empolit vlerësohet për cilësitë teknike, potencialin e zhvillimit dhe aftësinë për të luajtur në disa role të repartit ofensiv. Megjithatë, operacioni nuk konsiderohet i lehtë,
mes kërkesave ekonomike të Empolit të ofertës së Frosinonës ekziston ende një diferencë dhe negociatat nuk kanë hyrë në fazën vendimtare. Pavarësisht kësaj, kontaktet vazhdojnë dhe situata mbetet për të ndjekur. Avellino. Ndërkohë edhe Avellino ka shfaqur interes për shpendin, sipas mediave italiane klubi ka kërkuar informacione për sulmuesin shqiptar, duke përfituar dhe nga ngadalësimi i negociatave mes Empolit të Padovës. Kalimi i mundshëm i shpendit të Padova, që për një periudhë u konsiderua një opsion konkret, ka humbur ritëm dhe aktualisht rrezikon të mos realizohet. Kjo ka hapur derën për skuadra të tjera që synojnë të përfitojnë nga situata. Cagliari në pritje. Në raportimin e fundit të mediave italiane, emri i shpendit përmendet dhe mes lojtarëve të Empolit që po të rreqin vëmendje në merkato, edhe pse fokusi kryesor i Cagliarit të mbetet mbrojtësi Gabriele Guarino, klubi sarд ka ndjekur me interes dhe situatën e sulmuesit shqiptar. Empoli pritet të jetë një nga skuadrat më aktive në javët e ardhshme pasi disa futbollistë të tij kanë zgjuar interes në treg. Për shpendin, gara mbetet e hapur dhe mbetet për të parë nëse Frosinone, Avellino apo Cagliari do ta konkretizojnë interesimin me një ofertë gjyrtare. Kombëtarja. Ndërkohë zhvillimet pozitive në karrierën e Steven Shpendit po ndiqen nga afër dhe nga kombëtarja shqiptare, Panorama Sport ka mësuar nga burime pranë FSHF-s se sulmuesi është një nga lojtarët që po vëzhgohet me shumë interes nga trajneri Maran, ndërsa një ftesë për grumbullimin e muajit shtator shihet si një mundësi reale. Nëse kjo ndodh, do të ishte hera parë që binjakët Steven dhe Christian Shpendi do të grumbulloheshin së bashku me kombëtaren A, pasi më herët fanellën kuqezi e ka veshur vetëm Christiani. Nedim Bajrami e ka nisur në mënyrën më të mirë fazën përgatitore me Rangers. Mesfushori kombëtarët shqiptarë ishte një nga autorët e golave në ndeshjen miqësore të zhvilluar ndaj Raith Rovers, duke dhënë sinjale pozitive në fillim të përgatitjeve për sezonin e ri. Skuadra e Rangersit arriti të merrte një fitore të thellë me rezultatin 5-1. Trajneri Derek McInnes i dha minuta Bajramit në pjesën e dytë të takimit, ku shqiptari u aktivizuar si zvendësues për të gjetur rrugën e rrjetës duke vullosur paraqitjen pindëse të Rangers në testin e parë të verës. Ndeshja shërbeu kryesisht si një provë për stafin teknik, i cili po vlerëson gjendjen e futbollistëve në ditët e para të fazës përgatitore. Rangers vazhdon të mos e ketë të plot skuadrën pasi disa lojtarë ende nuk janë rikthyer nga pushimet pas angazhimeve në Kupën e Botës 2026, ndërsa drejtuesit po punojnë edhe për afrime të reja në merkato. Sipas mediave skoceze, reparti mes fushës konsiderohet aktualisht zona më e kompletuar e skuadrës së Makines, ku bën pjesë dhe Bajrami, kështu që në merkaton e verës mund të mendohen dhe largimin e të repart. Erblin Osmani do të nënshkruaj kontratën e parë si profesionist me Bayern Munich. Kozgjatja e saj pritet të jetë 3 vjeçare, ndërsa për Osmanin është moment historik. 17 vjeçari që luan me moshat e Gjermanisë ka debutuar tek ekipi i parë i Bayernit. Pas firmës me bavarezët, do të vazhdojë të stërvitet rregullisht në urdhrat e trajnerit kompani. Po ashtu do të jap kontributin e tij tek ekipi U19. Erblin Osmani pritet të nënshkruaj shumë shpejt kontratën e tij të parë si profesionist me Bayern Munich. Negociatat janë në fazë shumë të avancuar dhe marrëveshja është pranë finalizimit. Kontrata parashikohet të jetë e vlefshme deri në vitin 2029. Mesfushori defensiv 17 vjeçar do të luajë kryesisht me ekipin U19 gjatë sezonit të ri, por gjithashtu do të stërvitet rregullisht me ekipin e parë, shkruan Kerry Hau në Gjermani, por Sky Sport Germany. Kujtojmë se Osmani deri tani është pritur vetëm nga Federata e Futbollit të Kosovës. Mundësia për të luajtur me kombëtaren shqiptare ekziston. Mirlim Daku ishte një nga protagonistët e stërvitjes së hapur që Rubin Kazan zhvilloi për tifozët me sulmuesi shqiptar që doroi vëmendjen si në fushë, ashtu edhe pas përfundimit të seancës. Daku ishte në humor gjatë stërvitjes, duke bërë shaka, duke krijuar një atmosferë pozitive. Një nga momentet më të veçanta u regjistruar në fund të aktivitetit, kur një djalë i vogël, pasi takoi sulmuesin e kombëtarit shqiptare, telefonoi nënën e tij dhe tha me entuziazëm: "Mami, e pe Dakun, është shumë i madh." Duke ju referuar fizikut të 27 vjeçarit, stërvitja e hapur konfirmoi edhe një herë popularitetin që Daku gëzonte tifozët e Rubin Kazanit në prag të sezonit të ri. Sa i përket aspektit sportiv, Daku është një emër i nxehtë në futbollin rus, duke qenë se shpeshherë ka qenë në qendër të merkatos dhe është kërkuar si nga Zeniti, ashtu edhe nga klube të tjera, përfshirë dhe Lokomotivën e Moskës apo edhe klube të tjera nga Gjermania.